Kryeministri Edi Rama ka lajmëruar se shteti do të ndërhyjë në tregun e naftës për të ndikuar në uljen e çmimit. Gjatë një konferencë me gazetarët, Rama u ndal tek rritja e çmimit të naftës si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme, duke shpjeguar se qeveria ka menduar të hyjë në treg për të rregulluar problemin e rritjes së çmimit, por pa dhënë shumë detaje. Ne do ta krijojmë faktorin publik. Forcën e shtetit do ta fusim dhe në tregun e naftës. Dhe besoj që shumë shpejt do të japim shembullin se si edhe në tregun e naftës gjërat do të ndryshojnë. Kryeministri shpjegoi me detaje procesin për ndërtimin e portit të ri në zonën e Porto Romanos dhe 2 dështimet e garës për ndërtimin e saj. Në rastin e dytë, sipas Ramës, kompania u tërhoq nga gara thjesht për arsye financiare. Kompania ka shkruar tërheqjen e saj me argumentin e krizës dhe çmimeve, gjë që praktikisht nëse gjërat nuk kthehen në normalitet e bën shumë të vështirë. Marrin përsipër të ndërtimit të atij porti me ato çmime që janë vendosur aty dhe me atë financim që është vendosur aty. Thash dhe një herë, nuk kemi fare informacionin që ka pas në një komponent tjetër që ka ndikuar në tërheqjen e kompanisë. Edhe sot Rama foli për faktorë të brendshëm e të jashtëm të cilët nuk e duan ndërtimin e këtij porti. Unë dua ta shfrytëzoj këtë moment t'ju jap një mesazh të gjithë atyre që e kanë penguar këtë portin. Dhe që fërkojnë duart se mendojnë që ja dolën. E kanë shumë gabim sepse thjesht kanë hapur një rrugë tjetër. Një rrugë tjetër që nuk mund ta bllokojnë më dhe nuk do ta ndalin dot më. Është e sigurt që të gjithë ata që kanë menduar se do ta nënshtrojnë qeverinë e Republikës së Shqipërisë, qofshin forcat brendshme, qofshin forcat jashtme, do mbeten me gishtin që do dëshirojnë ta zgjedhin vetë në gojë. Pa dhënë shumë detaje, kryeministri premtoi se porti i ri në zonën e Porto Romanos do të ndërtohet.